Makina e papës kthehet në klinik. Pape mobile do të bëhet klinik për fëmijët e Gazës. Një nga papa mobilet e Papa Francesku, të cilin Papa i Ndjer e përdori për të përshëndetur mijëra njerëz, do të shndrohet në një klinik shëndetësore të lëvizshme për të ndihmuar fëmijët e Gazës. Pas një kërkese nga Papa Francesku, automjeti po ripajiset me gjithçka që nevojitet për kujdesin në vitin e parë të një zone lufte, ka thënë organizata bamirëse Caritas, e cila po mbikëqyr projektin. Do të ketë teste të shpejta, komplete qepjeje, shiringa, furnizime me oksigjen, vaksina dhe një frigorifer të vogël për ruajtjen e ilaçeve, shpjegoi Caritas në një deklaratë. Vatikani tha se kjo ishte dëshira e fundit e Papës për fëmijët e Gazës para se të vdiste muajin e kaluar. Automjeti është aktualisht në Jeruzalem dhe do të hyjë në Gaza nëse edhe kur Izraeli të hap një korridor humanitar. Për momentin Caritas do duhet të presë derisa Izraeli të rihap korridorin e ndihmës, por kur kjo të ndodh, ata thonë se do të jenë gati. Një ekip mjekësh do të drejtojë klinikën mobile, e cila do të ketë kapacitet për të ekzaminuar dhe trajtuar pacientët dhe do të ketë një shofer të dedikuar. Papa mobilet në të kaluarën ishin të papërshkrueshme nga plumbat pas një atentati ndaj Papa Gjon Pali të dytë në vitin 1981, por Francesku u tha mediave spanjolle në vitin 2014 se nuk i pëlqente dizajni prej qelçi i kanaçes së sardeleve që e ndante atë nga njerëzit.